se si i gjen ky emrat e këtyre gjyqtarëve. Ja thot, Mustafi vetë. Kush ja thot? Mustafi, pa kaj. Ata me ata juristët që nuk vjen atje në punë. Është shumë interesante si e gjen ti personin, si e targeton, gjen çështjen, se ajo është një punë voluminoze që do kërkim, do research, do të futesh një angazhim. Si e shpjegon? Kjo pra, tu ka një dizenjo, ka një, si them, ka një tërheqje fijesh për ta mbajtur sistemin në tiro, për ta mbajtur në presion. Në presion. Sepse është e çuditshme që ti gjen gjyqtarë që ndoshta ata janë shumë të respektuar, janë shumë të nderuar, profesionistë, po ti shkon i gjen, i ekspozon përballë opinionit publik, dhe opinioni publik futet aty në komente, e denigrojnë edhe ndoshta se meriton fare atë, se ndoshta ka ndjekur vetëm ligjin, por fakti që kryeministri merret posaçërisht me atë dhe ka një grup pune që merret me targetimin e gjykatësve, kjo është shumë shqetësuese. Është shumë shqetësuese se tu ka individ që të bëjnë ndosjen. O zotëri, do të zaptoj dhe të pushtet mërë, do të zaptoj mërë, do të intimidoj dhe të zaptoj dhe të pushtet. Dhe njëri kështu tek to kështu, të tregon her pas here. Po pra, duke marrë me edhe konkrete, ka një thesë të masë me kështu emrash, ka një halë një ditë dhe i fudorë aty, në vjerë një emrë dhe thot filani. Këtë pun ka... Jo, jam shumë interesuar për mekanismë si e për me Google. Po të themun, ata juristët që humbin gjyjet dhe justifikohen, ata vjen thonë se këshuna e bëri gjyqtari, se nuk ka gjykat apeli. Dvejnë gjykat apeli të aprovojnë gjykat apeli, qofse rëzonat vendim. Dvejnë gjykat lartë, si që ndodhë rast të tjera. Po qofse këto vendime që japin të gjyqtarë rrinë fuqin gjykat apeli dhe gjykat lartë, kush do mbaj përgjithësi për atë denigrimi që i bën atij që shqetëson me njerëz, me gjyqtarë, me familjarët atyre, sepse ai nuk është njeri që vjen nga rruga, ai është kryeministri i vendit. Ai është kryeministri i vendit dhe ai do të ketë përgjegjësi për fjalën e vet atyre. Ata janë gjyqtarë të cilët dalin për ditë në punë dhe janë përballë palëve, përballë lloj njerëzve, i japin vendime me dënime, kanë dhënë burgime të përjetshme, janë njerëz ata dhe janë totalisht pa mbrojtur se dalin vetëm në rrugë, në këmbë. Edhe vend të merret Këshilli i Ministrave dhe qeveria për t'i mbrojtur dhe për të garantuar pavarësinë e tyre, dalin dhe i denigrojnë publikisht. Edhe pastaj dalin që u morën me atë të Shkodrës, si e nxorri, pastaj na doli që kishte bërë dhe një amnisti, që kjo amnistia i kishte hequr disa akuza të Robit, edhe ai njeriu kishte dalë jashtë. Këtë të bëjnë këta, atë amnistin që më miratuan, mos ta veshin gjyqtarit atje, sepse gjyqtarit do të zbatojë ligjin, s'ka ç'të bën. Buka e gjyqtarit është ligji, nëse ti e bën ligjin ashtu, ai atë do japë. Okej, Florian, nën mëshirë të fatit njerëzit aty. Pse e bën Rama këtë në gjykimin tënd? Sa intimiduese është dhe pse nuk ndjek rrugën normale që ndjekin të gjithë humbësit e gjyqeve? Pra apelin ndaj vendimeve, por stimulon le të themi goditjen ndaj gjykatës. Narrativën e Ramës unë do e shoh pak më gjerë se sa atakimet që ju ka bërë 2-3 gjyqtarëve për 2-3 çështje të ndryshme. Thelbi i Ramës që ka bërë rrugë tani këtë. Ka bërë 6 janë rasti 6. Mbaj mend një në Thes. Ky është i treti, këto mbaj mend unë, mund të jenë 10, nuk ka asnjë. Njëri që do t'i marrë hotelin me dhunë atje se edhe me kundër ligjit që kanë shumë se dy. Qoftë edhe 2 të jenë, nuk ka problem. Edhe si 2 të jenë, edhe 1 po tjetë. Ajo që unë kam kuptuar nga Rama, që po e bën, edhe nuk e dia do e bëj më pas këtyre që po ndodhin, është fakti që ose Rama ankohet sikur pushteti gjyqësor po ndërhyn në punët e qeverisë. E çfarë nuk kuptojnë me këtë? Jo po ndërhyn se po heton, se nëse nuk heton pse duhet ishte, por po ndërhyn duke tentuar të bëj gjyq të politikave qeveritare. Pra, nëse nesër vjen dorë të eliti në pushtet, dhe është i djathtë. Dhe dori është për taksimin e sheshtë. Nuk mundet logjikisht që një gjykat të ngrihet dhe të thotë, jo, nuk na pëlqen kjo politik dhe të marrë vendime kundër. Pra, ajo që Rama e ka hapur si debat, dhe unë e kam ndjekur dhe në këtë studio nga Manjani dhe të tjerë, që në një farë mënyrë i japin drejt jo Ramës, por ekzekutivit, është që gjykata, drejtësia nuk mund shkojë deri aty, sa çdo iniciativë, ku diun, PPP, ti mund ta shohësh PPP nëse ka korrupsion. Por jo ai zotria ka fituar zerove shumë tash në rast demokrat. Jo, po them, ti vjen nesër në pushtet me një program politik, fillon ta zbatosh dhe fillon drejtësia të futë sër këmbshat duke thënë jo, këtë s'mund ta bësh kështu, s'mund ta bësh ashtu. Drejtësia nuk ka punë politik bërje.
Drejtësia ka punë me mënyrën se si zbatohet politikë. Patjetër pra, Të zbatimi, ajo është hesap tjetër. Dhe unë Ramën, më shumë se te këto raste sporadike, unë e shoh te kjo tjetra. Pra, Rama betejën e vërtet, nuk e ka, me emra të përveçur, këto janë raste sporadike që ai mund t'i përdori thjesht për të thënë që ne nuk do rrim duar kryq ndaj çdo gjëje që bëni ju. Pra tregon që do reagoj. Është një lloj shantazhi më patjetër. Pra, intimidim. Është një lloj shantazhi patjetër, po ai ka një gjë e ka bërë ama. Ai vërtet ka bërë këtë reagimin politik, siç Po jo, është kryeminist ai, nuk është do si do. E di, ka tjetër valencë reagimi i tij. Patjetër, edhe Meloni kryeministër është. Edhe Trump, president. Po ti në demokracia di pse apo? Po me që duam patjetër pra. Po pra përcollën para gjykatës. Më që po them. Meloni, po më gjë mua çfarë po them. Meloni e ka bërë sajën, gjykata ka bërë pra çfarë ka dashur. Rama e ka bërë të tijën, edhe ndaj Spakut nëse do ta dish, dhe Veliaj ka 7 muajsh prapë në burg. Pra, po jo po them që ti po thua po shantazhohet, nuk po them që s'po ju ha qoshja fare. Nuk po shantazhohet. As gjyqtar, fare more zero. Më mirë, Ore fare më. Ore ma beso që ata gjyqtar. Ma beso ata gjyqtar që s'kan dalë kur në televizor. Janë të lutur që s'kan dalë kur në televizor. As vetë të beson sa mezi po mban qeshur, na kupton. Ta bëj serioze tash ti. Shko. Fjala jote. La fjala e kryeministit pas atij të Valencë. Se ti këtu po thua. Dil nga kutia. Fjala ime, dhe kryeministri që jo. Dil pesha fjalë kryeministit është tjetër gjë. Se ti rrin kuti, edhe në qeshjen time ironike e shes Italië, nuk po talë. Nuk po them ata gjyqtar. Ti vazhdon rregull. Ata gjyqtar po të kishin ngrënë misionin tënd po të rregull, e kupton? Faleminderit. Rrofsh. Është problemi është që e bëj mirë, punën time. Jo, problemi është që ha problem të zgjidh. Në qoftë erla, do e kishin ngrënë presionin këta gjyqtar që po pretendohet, nuk do ishin 10 raste. Do ishte një se i dyti s'do kishte guxim më. Fakti që ata vazhdojnë punën e tyre pavarësisht se guxim ndaj kujt. O zotërit, bëj një pyetje. Po do gjyqtari merr, do dori të lutem. Gjyqtari merr mas sigurie për mos i prishur pronën individit, qytetarit. E ka pronën me letra. Merr mas sigurie thotë derisa të mbaroj gjyqi, mos ja prish. Derisa të mbaroj gjyqi. Dhe këtë pronë e ka legalizuar Rama me administratën e vet. Po me një drejtor Rama, atje. Unë thot, ja kam legalizuar gabim. Doja heq këtij që e ka marr pronën edhe doja prish. Gjykata thot, ai ka një argument derisa ta shkurtojmë çështjen. Jo thotë duan tani. Që ti jemi sinqert. Ti thot që më ndalon mua, ti që më ndalon mua, je kështu, je drejtësisë, je kështu. Ky është kryeministri. Ndërsa kryeministri që e dha bashkë me ata të vetët, që e dha në kundërshtim me ligjin, që thot vetë që e dha në kundërshtim me ligjin, është i mirë. Indrit, dakord pra. Edhe kur mbaroj këto gjyqet, edhe këta njerëz marrin nga 200-300 euro dëmshpërblim, 400 euro se do i marrin këta këto lekë. Si bëhet pra? Atëre Rama tani, pastaj thot. Ka tu qofshin gjyqtarë që kanë lekë. Mori luli miliona, po më dëgjoj pa. Po dojeni se s'ka më Jo, kam vetëm një replikë shkurtër me Sefën. Beketi çështje këtu. Një shkurtër me Sefën, ose Rama ka shumë gjas që ti jetë Rama gabim. Ka shumë gjas, dhe jam prirur të besoj ty. Unë po them, e me gjitha të, e me gjithë reagimet e ti, edhe pse edhe ai ka ato justifikimet e veta ligjore. Ta them për çfarë bën për politika jo. Unë po them që në finale ata zonja dhe zotrinj që ju agjofshat mirën, nuk po e vrasin mendjen më burr. Se u bë qefi që po televizori kryeministrit. Tani fort normale, se ne kemi filluar të normalizojmë çdo gjë në këtë vakt. Tani kryeministri që